Kryetari I Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka ftuar në takim kryetarit e dy partive opozitare Lumira Abdi Xhikun e LDK-s dhe Memli Krasnishin e PDK-s. Takimi është planifikuar të mbahet nesër, më 1 maj në orën 8:30 në sallën në 204 të Kuvendit të Kosovës. Në letër drejtuar Abdi Xhikut, Kurti ka theksuar rëndësinë e përfaqësimit të 3 partive më të mëdha në opozitë nën kryetarëve të Kuvendit, duke kërkuar një takim të përbashkët për këtë çështje. Duke u bazuar në kushtetut, 3 nënkryetarët do të kenë nga 3 parti që fituan më së shumti ujtëse, andaj u ftoi për një takim të përbashkët edhe me zotin Memli Krasnishi, kryetarin e PDK-s në sallën numër 204 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nesër e njëjtë 1 maj në orën 8:30 me shpresën në përgjigjen pozitive. Ju përshëndes, ka shkruar Kurti. Po Lidhja Demokratike e Kosovës ka refuzuar ftesën. Deputetja Hykmete Bajrami ka deklaruar se as kryetari Abdi Xhiku dhe as përfaqësues të tjerë të LDK-s nuk do të marrin pjesë në takim. Megjithatë, as kryetari Abdi Xhiku dhe as kush nga Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të marrin pjesë në këtë takim. Pozita në kryetarit e Kosovës që I takon Lidhjes Demokratike të Kosovës është në bazë të rezultatit zgjedhor dhe nuk është objekt diskutimi me asnjë parti tjetër. Për më tepër, në kryetarët votohen në pako nga Kuvendi, sipas praktikës së deritanishme, ka thënë Bajrami. PDK ende nuk e ka komentuar publikisht ftesën e Albin Kurtit. Kryeministri në detyrë e Republikës së Kosovës edhe një herë kryetari I Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, I ka dërguar një letër zyrtare kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës LDK, Lumira Abdi Xhiku, përmes së cilës e fton në një takim konsultativ me qëllim të konsultimit të Kuvendit të ri. Në letër, Kurti thekson nevojën për zgjedhjet e kryesisë së Kuvendit, përfshirjet e kryetarin e tij, duke u bazuar në kushtetutën e Kosovës dhe rregulloren përkatëse. Ai fton Abdi Xhikun që të marrë pjesë në një takim me përfaqësuesit e 3 partive kryesore, ku do të marrin pjesë dhe Memli Krasnishi, kryetari I PDK-s. Takimi është caktuar të mbahet të njëjtën më 1 maj, nga ora 8:30 në sallën numër 204 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kurti shpresën se ftesa do të pranohet pozitivisht, duke u mbështetur letrën me një përshëndetje të përzemërt. Duhet theksuar se konstituimi I Kuvendit I nisur më 15 prill ka dështuar 8 herë radha si deri tani, për shkak se partia fituese Lëvizja Vetëvendosje nuk po arrin të sigurojë votat e nevojshme prej 61 për kandidatën e saj, për kryetare Albulen Haxhiu. Vetëm pas konsultimit të Kuvendit mund të hapet rruga për formimin e qeverisë së re. Vetëvendosje ka 48 ujtëse nga 120 sa I ka Kuvendi I Kosovës dhe Haxhiu deri më tani ka marrë 57 vota më së shumti. Haxhiu shihet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës si figurë përçarëse, derisa Lidhja Demokratike e Kosovës nuk dëshiron ta votojë asnjë kandidat të partisë fituese. Vetëvendosje ngul këmbë se Haxhiu është kandidate meritore dhe përkundër se ka bërë thirrje për marrëveshje politike, ka hedhur poshtë mundësinë e propozimit të një kandidati tjetër post saj. Vetëvendosje I fitoi zgjedhjet të 9 shkurtit me rreth 42% të votave apo 48 ujtëse, edhe për formimin e qeverisë së re asaj nevojitën të paktën 61 vota. Pas lëvizjes Vetëvendosje më së shumti vota, fitoi PDK me 24 ujtëse, pastaj LDK-ja me 20 sosh. AK dhe Nisma I fituan 8 ujtëse, prej të cilave 3 takojnë kësaj të fundit. Bashkimi Evropian ka thënë ditë më parë se Kosova duhet I formojë shpejt institucionet e reja. Ndërkohë, me një pas ftesës, ka reaguar edhe Besjan Mustafa, zëtënës për mediat në LDK. Ai është shprehur se ftesën tashmë e kanë pranuar dhe sekretari I këtij subjekti Lumira Abdi Xhiku për momentin nuk është në Kosovë. Ka ftesë nuk marrin pjesë në takim njëkohësisht kryetari Abdi Xhiku nuk është në Kosovë, ka thënë ndër të tjera Mustafa.